Ku ka humbur Alba Pollozhani, pas atij largimit që ndezi shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 4? Kjo është pyetja që po dominon rrjetin orët e fundit. Nëse keni vënë re postimet e reja apo story në profilin e saj në Instagram, duhet të dini se nuk qëndron ajo. Llogaria e saj po menaxhohet nga ekipi i rrjeteve sociale, ndërsa vetë Alba ka zgjedhur një blackout total informativ, që nga momenti kur ajo la shtëpinë, telefoni i saj rezulton një fikur, dhe çdo përpjekje për të kontaktuar me të ka qenë e pamundur, duke krijuar një paqartësi rreth vendodhjes së saj. Megjithatë, Priviba Libertas Bahiu ka mësuar se çfarë po ndodh realisht. Alba shëndosh e mirë, por ka marrë masa konkrete për të ruajtur qetësinë e saj. Burimet tona konfirmojnë se ajo aktualisht nuk është në shtëpinë e saj, por është strehuar tek një familjare shumë afërt, larg syrit të mediave dhe publikut. Për më tepër, ajo ka ndëruar menjëherë numrin e telefonit, duke prirë çdo orë komunikimi me jashtë. Kjo distancë duket se është vazhdimsi e qëndrimit të saj parimor, që e shprehu në momentin e daljes. Në të vetmën deklaratë të dhënë, ajo theksoi qartë se arsyeja e largimit ishte për të mos lejuar që sakrifica e saj personale të përdorej si strategji nga banorët e tjerë për të kapur finalen. Me sa duket, Alba po i qëndron strikte këtij vendimi, duke refuzuar të bëhet pjesë e zhurmës mediatike, tani që është jashtë. A mendoni se kjo heshtje është lëvizja e duhur në këto momente? Na thoni në komente dhe na ndiqni në Facebook, TikTok, Instagram e YouTube. Priviba Libertas Bahiu.